Ju djersin duart, ja çfarë tregon kjo për shëndetin tuaj. Djersitja është një funksion i rëndësishëm i trupit dhe ndihmon në rregullimin e temperaturës. Kur trupi ynë djersitet kur nuk ka nevojë të ftohet, flasim për djersitje të tepërt. Pse djersin pëllëmbët? Faktorë të ndryshëm duke përfshirë obezitetin dhe menopauzën mund të ndryshojnë sasinë ose shpeshtësinë e djersitjes. Disa njerëz vuajnë nga hiperhidroza e shuplakave që është termi mjekësor për pëllëmbët e djersitura. Kjo djersitje ndonjëherë mundet të shkaktojë shqetësim emocional dhe psikologjik dhe gjithashtu të ndërhyjë në aktivitetet tuaja të përditshme. Prandaj ju duhet që të konsultoheni sa më parë me mjekun tuaj ose të përdorni ilaçe natyrale të cilat përfshijnë sherebelën, çajin jeshil dhe gjithashtu locionin e kamomilit.